Ministreja e Arsimit Vesna Janevska ka paralajmëruar se propozim ligji për arsimin e lartë së shpejti pritet të hyjë në procedurë parlamentare. Projekt ligji është përgatitur nëpërmjet një procesi gjithëpërfshirës me pjesëmarrje të gjerë në debatin publik të profesorëve dhe komunitetit akademik në të gjitha universitetet e vendit, thonë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Nga kjo ministri theksoi se paketa e re ligjore synon për mësimin e cilësisë në arsimin e lartë. Shumë shpejt zgjidhjet ligjore do të hyjnë në procedurë parlamentare, menjëherë pas integrimit të gjitha vrejtjeve të arsyetuara nga debati publik. Qëllimi i ligjit të ri për arsimin e lartë është të rrisë cilësinë e edukimit akademik, e cila ka rënë ndjeshëm në vitet e fundit, si dhe të sigurojë më shumë të drejta dhe mundësi për palët e përfshira. Ligji parashikon shumë risi, për shembull, për studentet që me bursë shtetërore studiojnë në 100 universitetet më të mira në botë, ose që studiojnë në Maqedoni dhe janë fitues të unazës inxhinierike, apo janë shpallur studentet më të mirë të universitetit. Ata do të kenë përparësi gjatë punësimit në universitetet shtetërore si kuadër mësimor shkencor. Thonë për TVMD nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Propozim ligji parasheh edhe një mënyrë të re të financimit të institucioneve të arsimit të lartë me komponent zhvillimor dhe shpërblim për institucionet që arrin rezultate më të larta. Po ashtu synon të rrisë konkurencën dhe cilësinë, të forcojë avancimin akademik përmes publikimeve në revista me ndikim, të ofrojë programe të ciklit të parë, të dytë dhe të tretë të studime profesionale, si dhe të nxjisë bashkëpunim ndërkombëtar, diploma të difishta, transparencë dhe llogaridhënie duke garantuar autonominë universitare. Theksojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Por këtë qendrim nuk e ndan rektori i Universitetit Nën Tereza, Bekim Fetai, i cili ka një sër vërejtje sa i përket propozim ligjit përfshir cenimin e autonomisë së universiteteve. Projekt ligji për arsimin e lartë kishte 3 pjesë për kualitet, për shkencë dhe projekt ligji për arsimin e lartë. Për të 3 këto, ne si Universitet Nën Tereza krijom një komisionin në SUAS dhe Fakultetit Juridik. U shqyrtoi, pastaj kishim debat tonin, ku çdo profesor dha mendimin e vet. Dhe këto vërejtje u dërguan dhe tash jemi në pritje, domethënë disa prej tyre të implementohen, siç cekju edhe vetë ministresha Vesna Janevska, dhe jemi në pritje të shohim cilët janë implementuar dhe cilët jo. Pa ato të cilët ne i kërkuam dhe i pam si nevojshme që të implementohen janë shumica e tyre kishin të bëjnë me autonominë e universitetit, me krijimin e një këshilli të universitetit, i cili në vend të organit më të lartë të universitetit, siç është Senati i universitetit për momentin, ai mirte rolin e organit më të lartë dhe shumica e anëtarëve zgjidheshin prej jashtë universitetit dhe me këtë vendimarrjen e mirte dikush që nuk ka edhe mjaft informata për universitetin dhe mundësh të realizon edhe vetë vendimet e Senatit, nga ana tjetër personat që do të zgjidheshin zgjidhen nga jashtë, dhe ato kishin shumicën e votave dhe në këtë mënyrë shkaktohej një problem në autonominë e universitetit, për shkak se jo çdo një i cili nuk është i tanguar prej vendimit për atë s'është as pak më rëndësi ose kështu zgjidhet ose ashtu, siç janë këto persona që do zgjidhen, ja duan më të mirë nëse do të vendosin, domethënë zgjidhen më të mirë për universitetin. Dhe për shkak të këtij fakti, domethënë ishte edhe ankesa jonë që të ngele Senati i universitetit si organi më i lartë i universitetit. Ankesa tjera kishin të bëjnë me studimet e ciklit të tretë, ku krijimi dhe organizimi i studimeve të doktoraturës së ciklit të tretë u mundësoheshte universitetet të cilët kanë mbi 500 punime e kështu me radhë, dhe këtu gjithashtu 15 vite eksperiencë pune më të tjerë, duke marrë parasysh se jo çdo universitet dhe një universitet kanë numër më të madh profesorë dhe një universitet kanë numër më të vogël profesorë, dhe caktimi në këtë mënyrë i një numri të punimeve të projekteve nuk është i njëjtë për gjithë dhe duhet shkohet domethënë në bazë të numrit të profesorëve. Një profesor sa punime duhet të publikon dhe në këtë mënyrë të zbritet njësia në nivel të profesorëve dhe për numrit të projekteve në bazë të sa profesor ka aq projekte edhe të realizohen. Dhe viti 15 vite të ekzistencës së një universiteti nuk do të thotë se profesorët të cilët punojnë në atë universitet ai mund të jetë universitet i ri, mirë, por profesorët janë për universitete të ndryshme dhe ne kemi këtu shumë profesor mbi gjysma janë të ardhur për universitete të tjera dhe kanë eksperiencë mbi 32 vite, kemi disa profesor dhe në këtë mënyrë defokusohet domethënë prej kualitetit që është te profesori dhe mentori i studimeve të doktoraturës,
fokusi duhet jetë te ai dhe marrja akreditimit të mentorit të studimeve të doktoraturës dhe sa është ai ekspert në atë fushë. Dhe në këtë mënyrë të lejohen studimet e doktoraturës jo në bazë të institucionit, se institucioni mund të jetë shumë i vjetër, por punësorët i ketë të ri, edhe vim në një situatë të s'ka lidhje me kualitetin. Gjithashtu vërejtje të ndryshme kishte edhe në pjesë të ndryshme të ligjit, të cilit kishin bëjnë me organizimin e thirrjeve, domethënë thirrjet masimore shkencore të kufizohen vetëm në Web of Science, e cili është një bibliotekë, një librari e revistave me impact faktor. Mirë po, rangimet në suazë botërore janë më tepër. Një për rangime më të njoftur është QoS, World Ranking, të cilët bazohen vetëm në Scopus punimet, dhe me këtë me automatizëm në vend që të punojmë në rangimin e universiteteve në shtetin tonë, në fakt i defavorizojmë ato për shkak se Scopusi nuk është marrë as pak në propozim ligjin. Në këtë mënyrë, në këtë rangim të universiteteve, mbas një kohë, asnjë universitet, asnjëherë do të paraqitet prej Maqedonisë për shkak se e kemi kufizuar vetëm në Web of Science. Web of Science është i favorizuar nga rangimi Shangajt. Rangimi Shangajt është i treti në listën e rangimeve të popularizuar, gjithë këto janë rangime komerciale, të cilët varen nga aspekti kush i organizon dhe në cilën mënyrë i organizon, dhe gjithë kanë metodologjitë e ndryshme. Dhe në këtë mënyrë SPAK-u vendosja dhe Scopusit si bazë e punimeve dhe të revistave të jetë SPAK-u edhe ajo në këtë mënyrë që mundemi të paraqitemi në gjithë këto ranglista, për shkak se kualiteti do të thotë edhe rangimi në ndonjë listë nëse fokusohemi në këtë mënyrë. Gjithashtu problemi kryesor është edhe për shkak se universitetet, problemi më i thellë të cilin ne analizojmë është problemi që nuk definohet saktë a është një universitet mësimdhënës, ulëmtues, apo është edhe mësimdhënës edhe ulëmtues, dhe universitetet paguhen vetëm për mësimdhënie, nuk paguhen për ulëmtime. Dhe derisa universiteti paguhet për mësimdhënie dhe profesor nuk paguhet për ulëmtim, nga ana tjetër i bëhet shtypje dhe gjithë fazat e evaluimit i kalon vetëm për pjesën e ulëmtimit sipas ligjit, që mendojmë se nuk është në rregull për shkak se ky proces i mësimdhënies tash lihet mbrapa, nga ana tjetër edhe është i vetmi që paguhet. Procesi i ulëmtimeve nuk paguhet dhe nuk është i përkapur, domethënë dhe të suportohet në atë mënyrë që duhet, për shkak se gjithë këto revista janë shumë të shtrenjta dhe kërkojnë financa të mjaftueshme që të mundet edhe stafi, domethënë të ndihmojë që të mund të publikojnë. Dhe ky paradoks është një problem tjetër, domethënë mungon një definim më real në vetë ligjin se universitetet do të jenë, domethënë në cilën formë dhe si do të përkrahet ulëmtime. Dhe në pjesën ku definojnë kushtet, duhet definohet edhe mënyra se si, nëse vendosim një barë mbi profesorët që të realizojnë këto punime shkencore, atër duhet vendoset dhe sqarimi se në cilën mënyrë do të përkrahen dhe si kjo barë do të më të tjetë do të ndihmohet edhe nga ana e institucioneve, universiteteve, ministrisë së arsimit e kështu me radhë. Dhe këto probleme, domethënë, jo definimi i saktë i këtyre problemeve, sjell deri në probleme tjera të cilat do shfaqen më të tjerë, sidomos me defokusimin nga mësimdhënia, dhe cilën shumica e profesorëve thanë se tash profesorët do të fokusohen më shumë në ulëmtim dhe do të lënë mbas ligjërimin dhe mësimdhënien, për shkak se ligji nuk i parasheh as pak mësimdhënien dhe askund nuk evaluohen për mësimdhënie, a në fakt paguhen për mësimdhënie, dhe ky proces, ky paradoks i krijuar për momentin, domethënë është një problem shumë me rëndësi, i cili duhet të adresohet shpejt. Këto ishin vërejtjet kryesore, mes tyre ka edhe shumë tjera, domethënë diku 196 nene në ligjin për arsim të lartë, në ligjin për kualitet ka edhe shumë nene tjera. Problemi kryesor të ligjit për cilësinë ose për kualitetin e arsimit të lartë ka të bënë me atë se nuk përkapen standardet kryesore të Bashkimit Evropian dhe institucionet siç janë ENKAN, në bazë të cilëve në punën e drejtorit të agjencisë për kualitet, gjithashtu nuk ka autonominë e vete dhe
kjo me automatizëm e deklason, agjencinë e kualitetit dhe nuk do të mund të pranohet nga ENKA, i cili është një asociacion i cili kujdeset për kualitetin e arsimit të lartë në gjithë Bashkimin Evropian, dhe të cilin e tentojmë edhe të bashkangjitemi, si shtet. Dhe për momentin, shumica e këtyre nene nuk janë të harmonizuar me këto kërkesat dhe rregulloret e ndryshme për cilësinë të Bashkimit Evropian dhe Magna Cartën universitare për autonominë dhe lirinë e shprehjes dhe autonominë e universitetit dhe profesorëve. Në fakt, ky projekt ligj në shumë nene disorganizon institucionet e reja, siç është Universiteti Nën Tereza. Për shkak se siç e dimë, Universiteti Nën Tereza është një prej universiteteve më të ri, i cili ende është në formulim të sipër dhe nuk është i rrumbullaksuar me gjithë infrastrukturën e duhur, me stafin e duhur dhe me gjithë përkrajen e duhur, sidomos në pjesë ndryshme të përkrajes institucionale që kemi nevojë. Dhe ky ligj në fakt me numrin e projekteve, me numrin e punimeve shkencore, nga ana tjetër mos përkrajen e pagesave financiare dhe peshës barës financiare të cilën e shkaktojnë, dhe sidomos një nene është problematik në ISO standardet. Një ISO standard pagesa e tij kushton 10.000 deri në 15.000 euro para përgatitja këtyre ISO standarde në ligjin për cilësi, cili mendojmë se është edhe pak më problematik dhe nuk i përkap realitetin në cilën gjenden gjithë institucionet, duke përfshirë këtu edhe universitetet tjera. Cilat pjesë mendoni se rritin cilësinë e arsimit? Ne i ndajtëm në më shumë kategori, domethënë duke filluar nga autonomia e universitetit, pjesa e rangimit dhe punimeve shkencore, të cilët influencojnë pastaj edhe në thirrjet, pjesa ku definohen sakt organizimi i studimeve të doktoraturës, dhe më shumë kategori të ndryshme, ku disa prej tyre janë edhe në fakt në kundërshtim edhe me disa ligje të kushtetutës dhe lirinë e autonomisë të përgjithshme të universiteteve, për shkak se dim se çdo kund, edhe në Magna Carta Universitatum, të cilën e kemi nënshkruar si shtet, liria e shprehjes dhe liria e universiteteve, domethënë është ajo e cila sjell deri në rritjen e cilësisë dhe lëvizjen e proceseve të përgjithshme si në shoqëri ashtu edhe në përgjithësi. Dhe kjo autonomi e universitetit duhet të ruhet dhe të kujdesemi me qëllim që universitetet të jepet një hapësirë më e madhe që të mund të realizojnë këto. Problemet tjera në propozim ligjin për cilësi është edhe shumë pjesë për akreditime, siç janë kërkimi disa dokumentacioneve dhe ngushtimi proceseve birokratike, siç janë që pamundsojnë për shembull joint degree. Kjo është një lloj organizimi për shembull edhe për magjistraturë, për doktoraturë me universitete tjera, i cili është pamundsuar tash për shkak se kërkohet dokumenti M1, M2 që janë punësimit dhe janë shumë specifik vetëm për Maqedoninë si shtet. Dhe nuk janë as pak nuk vlen për shtetet tjera, dhe ne kishim një rast me një universitet në Spanjë, me cilën mundum që të realizojmë joint degree në studimet e magjistraturës dhe ishte pamundur për ne për shkak se ato nuk kanë njëherë M1, M2 formulare, dhe këto formulare edhe si japin për shkak se janë pjesë, domethënë konfidenciale, dhe jo çdo kush i kishte dhënë në ndonjë shtet tjetër informatat e tyre, dhe në këtë mënyrë pamundsohet shumica e programeve të cilët Erasmus, Horizon edhe shumë programe tjera i financojnë dhe inkurajojnë në internacionalizimin e programeve. Ne nga ana tjetër deklarohemi se dëshirojmë internacionalizim, a me disa nene i pengojmë direkt, domethënë këtë proces të universiteteve, dhe universitetet janë në situata të rëndë se s'mund ta realizojnë praktikisht këtë për shkak këtyre kufizimeve në këto nene. Dhe ligji për shkencë gjithashtu ka disa kufizime dhe ai nuk është duke i ndjekur disa prej rekomandimeve dhe rregulloreve, sidomos të Bashkimit Evropian, EULEX-it dhe shumë ligje tjera. Ne gjithë këto vërejtje i kemi aploduar në sistemin e NER dhe kemi dhënë disa analiza statistikore, kemi qenë pjesë e debateve të ndryshme dhe mendojmë se tash në këtë versionin e ri, të cilën janë duke punuar në Ministrinë e Arsimit, do të implementojnë shumicën e këtyre vërejtjeve dhe do të mirë parasysh si tillë.
Mbetet të shihet nëse vërejtjet e stafit akademik do të merren parasysh edhe gjatë debatit rreth propozimligjit në Kuvendin Republikan, ku deputetët kanë mundësi të intervenojnë për përmirësimin e tekstit të propozimligjit me anë të amendamenteve.